Jemi në pjesën e dytë e emisionit dhe jemi duke folur për pagesat që kryejnë shqiptarët, ku dominojnë padyshim pagesat me para kesh në dorë. Nëse do t'ju referohemi të dhënave përsa i përket paras që qarkullon jashtë bankave në vitin 2024, rezultoi se kjo shifër arriti në 4.4 miliard euro, ndërkohë që në vitin 2023 ishte në gati 4 miliard euro dhe kjo tendencë pra e rritjes së parave jashtë bankave është vërtetur edhe në këtë fillim viti të vitit pra 2025. Ndaj dhe projekti i qeverisë për të nxitur pagesat me karta ka pikërisht këtë synim që të reduktoj keshin e ekonomi, pasi sipas të dhënave rezultojnë që pagesat me kartë për frymë në Shqipëri janë ndër më të ultat, rreth 23 të tilla të numëruara pra apo të evidentuara në vitin 2024 nga 21 të tilla që ishin në vitin 2023. Disa nga arsyet pse shqiptarët apo pse ne kemi pagesa kaq të ulta me kartë arsyet janë lidhen me kostot e larta operative, lidhen me shqetësimet mbi sigurinë, infrastruktura, pra mungon infrastruktura e duhur, por mbi të gjitha është dhe varësia e lartë e pagesave me para kesh në dorë. Do të analizojmë në këtë pjesë të dytë të emisionit për këtë mani të shqiptarëve për të përdorur keshin me eksperten e sistemit të pagesave, zonjën Bora Feri. Përshëndetje, faleminderit që jeni kozon. Faleminderit për ftesën. Zonja Feri, si e shpjegoni këtë mani të shqiptarëve për të vijuar, për të përdorur në mënyrë kaq masive paran kesh? Nuk është mani, është zakon. Është zakon. Është zakon që është i akumuluar në kohë për të gjitha ato arsyet që juve listuat, domethënë kryesisht mungesa e ofertave alternative, një mungesë e thelluar e edukimit financiar që fatkeqësisht për cilët ende në breza neve flasim akoma me lekë të vjetra, domethënë edhe brezat e rinj që vinë për shkak se ajo lloj gjuhe përdoret në familje, kështu që unë do të thosha që është thellësisht mungesë e edukimit financiar. Arsyeja pse ky zakon vazhdon edhe përsëritet nga brezat. Po në fakt shumë biznese e konsiderojnë edhe kosto. Pra përdorimin le të themi e këtyre terminaleve që njihen me emrin POS. Çdo biznes ne i shohim edhe në kryeqytet, pavarësisht se këtu janë më së shumti të përqendruara, numri i POS-eve që janë numëruar në 2024 kanë arritur në 24.000, po themi e 500 të tilla. Okej, me një tendencë rritje nga viti në vit, sidomos që nga viti i pandemisë e më pas. Ideja është që ata mund ta kenë POS-in ose mund ta kenë këtë aparatur, por nuk e përdorin. Tani, po mirë qytetarit, mirë individët që mund të kenë një kulturë të ulët financiare, por edhe biznesi? Po dhe biznesi pjesë e komunitetit është, sepse brapa biznesit ka gjithmonë njerëz. Padyshim që kostot e larta janë pengesë shumë e madhe për përdorimin e POS-eve. Thjesht unë do t'ju ftoja që edhe për efekt transparencë ndaj atyre që na ndjekin, të vimi marrëveshje terminologjie për pagesat kesh dhe jo kesh. Sepse në pagesat jo kesh nuk ka vetëm pagesa me kartë. Aktualisht sot në tregun shqiptar, Banka e Shqipërisë ka licencuar në mos gaboj 12 institucione pagesash alternative që përfshin pagesa me wallet, si quhen, me portofole të paras elektronike, që përfshin institucione që mundsojnë transfertat nga llogaria në llogari, pra jo gjithmonë instrumenti i pagesës jo kesh është karta. Karta është ajo që është më tangible sepse është më e prekshme. Edhe kanë qenë të parët që kanë, domethënë rrjetet e kartave kanë qenë të parët që kanë dashur që të pushtojnë tregun me pagesat jo kesh. Alternativa dhe opsione ka, që janë edhe më të lira se sa pagesat me karta. Edhe njëherë vim tek mungesa e informacionit, mungesa e mirë informimit, skepticizmi, sepse flasim gjithmonë për prekshmërinë. Pra, kur flasim për pagesa kesh, keshin e prekim. Edhe, domethënë, tregtari që i ka llogarit shumë detajuara, e shikon keshin e ka aty në sertar dhe shkon bën furnizime. Ndërsa jo keshi është pak më efemer dhe është pak më i paprekshëm edhe natyrshëm mund të shkaktojë në një treg jo fort mirë të informuar dhe të edukuar skepticizëm. Po për ta nxitur më tej këtë formë pagese, ne dim që disa shifra të përmirësuara vitet e fundit lidhen më së shumti me zhvillimin e turizmit. Ardhja e turistëve të huaj ka nxitur më shumë pagesat në këtë drejtim, pasi në vendet europiane pagesat me kartë ne e dim që janë një procedurë rutinë. Në Kosovë.
edhe në Kosovë, edhe në rajon. Ndërkohë që këtu kene mbetemi, siç e tham, tradicional tek pagesat me para kesh në dorë. Çështja është që si mund ta nxisim më tej pikërisht këtë instrument pagese? Okej, për të mos theksuar dhe i rënë gjithmonë në goshtës së edukimit financiar që është absolutisht aja. Tregjet shtyhen ndaj atyre që quhen disruptions, pra që shkaktojnë shpërthime në përdorimin e një instrumenti të ri në treg apo një produkti të ri në treg. Këto vijnë nga disa drejtime. Turistët padyshim do shtyjnë tregtarët që t'u ofrojnë atyre produktin që atyre do t'u duhet, që të kenë mundësi që të bëjnë pagesa jo kesh, të bëjnë pagesa me kartë. Por ne kemi një treg të brendshëm gjithashtu që nuk shtyhet vetëm nga turizmi, kështu që ngelet tek iniciativat dhe strategjia që qeveria do ndërmarri, ndoshta për lehtësuar është bërë në vende të tjera reduktimi të VSH-s për pagesa që arkëtohen nëpërmjet kanaleve jo kesh. Apo rrjetet e kartave ofrojnë nëpërmjet bankave dhe institucioneve që emitojnë këto karta, ofrojnë fushata që kryejnë cashback, pra për një shumë të caktuar që paguhet, klientët marrin një X% në llogari. Dhe mbi të gjitha ajo që qeveria shqiptare është ftuar dhe lutur që të bëjë është negocimi me rrjetet e kartave për të ulur ato që quhen interchange fees, që janë ato që rrisin kostot e pranimit të këtyre lloj pagesave nga ana e tregtarëve. Në fakt, në gjatë kësaj jave, Bora, pam edhe një aktivitet të kryeministrit i cili në bashkëpunim edhe me një ndër kompanitë ndërkombëtare të ofrimit të pagesave tha se po nis pra nga muaj maj një projekt i tillë për të subvencionuar edhe këto terminalet që njihen pra me emrin POS për bizneset, për të nxitur pikërisht këtë formë pagese. Çështja është, a mund të themi paraprakisht si funksionojnë pajisja me terminale e bizneseve? A janë bankat që këtë pajisje e japin falas? A ka kjo një kosto? A rëndon kjo tek biznesi? Apo, domethënë, është një farë ndihme ky subvencionimi apo praktikisht e përfitojnë me kosto minimale sot? Këtë do ta shikojmë pas disa muajsh. Ajo që unë t'i them është që padyshim që këto kanë kosto, që pajisjet kanë kosto, sepse përveç asaj që duket pajisjes fizike, është edhe gjithë, po themi, software-i, edhe gjithë memoria dhe truri funksionimit të kësaj pajisje për cilje informacioneve në kohë reale nëpër bankat e dërguesit, pra e paguesit dhe përfituesit e të tjerë, pra kosto ka. Pyetja është kush e mbart këtë kosto. Aktualisht në treg janë bankat ato që i ofrojnë, që i pajisin tregtarët me POS dhe në dinin time pjesa dërmuese e bankave, kryesisht bankat e mëdha, që janë edhe ato që kanë numrin më të madh klientë dhe biznese, e mbartin vetë koston. Pra nuk ja transmetojnë tregtarit. Pra ka vite që edhe sistemi bankar përpiqet që të incentivojë përdorimin e postave dhe rritjen e kryerjes pagesave me kartë, padyshim. Po, projekti i qeverisë në fakt, si kundër u bën disa detaje publike, ishte pikërisht subvencionimi i këtyre pajisjeve dhe ndoshta edhe një limit pagese vlere deri në një farë pike. Kjo është risia, pa kosto, pa komision. Si janë këto tarifa aktualisht sot edhe është ky një element me përderisa nga studimet rezultonin që kostot ishin një nga shkaktarët që jemi në këto kushte dhe në nivelet ulta pagese? Unë mendoj që në qoftë do vendosim gishtin mbi njërin nga elementet që mund të sjellë sukses apo mund të tregojë në një ndryshim në përdorimin e pagesave jo kesh, mbas kësaj iniciative të fundit të qeverisë shqiptare në bashkëpunim me njërin prej ofruesit e kartave, do të jetë pikërisht një tavan, të cilin nuk e dim akoma se sa është, nuk është anoncuar publikisht, për nxjerrimin e komisioneve nga ana e tregtarëve. Shqipëria ka, dhe prandaj i referohem asaj që thash më përpara, që qeveria ftohet që tulet dhe të negocioj me me rrjetet e kartave për të reduktuar interchange fees, pra këto komisionet që do të zerohen për një numër të caktuar, për një volum të caktuar transaksionesh, sepse Shqipëria aktualisht ka tarifat më të larta në rajon. Kështu që këtu variojnë nga 1.8 deri në 2.1, ndërkohë që Serbia për shembull ka 0.3. Po pse këto kosto kaq të larta? Apo lidhen me gjithë elementet ekonomik që kemi ne? Ky është biznes në fund të ditës. Edhe ofruesit për ato që quhen rrjetet internacionale të kartave
me këto bëjmë biznes, me komisione edhe me tarifa, kështu që secili bën lojën e vet, secili luan rolin e vet, edhe Shqipëria si strukturë qeveritare dhe regulatore duhet luaj rolin e vet edhe të kërkojë një komision më të mirë për ju marrët për shembull Serbin, po në fakt po si jemi me vendet në kufi, me Kosovën, me Maqedoninë? Nuk e kam shifrat në kokë tani për Kosovën dhe për Maqedoninë. Por gjithsesi ata kanë pagesat më të larta në raport me ne. Patjetër, po. Ne vetemi të fundit në rajon. Por ata trashëgojnë një kulturë të pagesave me instrumente të tjera që nuk është vetëm keshi edhe historikisht. Kështu që nuk është, do me thënë, sepse ne jemi mësuar që t'i shikojmë ose të godasim vetëm në një gosht. Pra, transformimi i mënyrës se si konsumatori paguan, apo se si konsumatori sillet me xhepin e vet apo me portofolin e vet, është qasje gjithëpërfshirëse. Pra nuk janë vetëm tarifat, sepse mundet edhe të xerohen tarifat, ka pasur projekte pilote, që tarifat janë xeruar për tregtarët, dhe tregtarët kanë bërë rezistent sepse thonë, tani unë nuk do rishë të trajnoj stafin, që është kosto, është kohë, është angari, për të përfituar pagesa që do jenë një përqindje shumë e vogël e arkëtimeve të mia. Prandaj po them, do me thënë, qasja duhet jetë gjithëpërfshirëse dhe pa dashur që të bie në përsëritje të mërzitshme, çdo gjë fillon me edukim. Edukimi financiar. Në fakt, kush do të ishin ato sektor, Bora, ku mund të fokusoheshin më së shumti këto politikat, po themi, të qeverisë për të nxitur më tej këtë lloj forme pagese? Ne, do më thënë, turizmin e kemi sektorin on the top dhe të gjithë ndoshta nën degët e tij konsumi. Është konsumi. Aty ku ka më shumë pagesa, aty ku paguhet më shumë, aty është edhe hapësira për të përpjekur që të ketë një kanalizim të pjesëshëm si fillim të pagesave në kanale alternative jo cash. E gjithë kjo situatë e përdorimit këtij paras cash në dorë lidhet edhe me informalitetin që shoqëron ekonominë shqiptare. Janë bërë përpjekje ndër vite me iniciativa të pjesshme, të tërthorta për të ndikuar sadopak në uljen e këtij fenomeni, por në fakt nuk është se kemi patur rezultate konkrete. Edhe shifrat e tregojnë që paraja jashtë bankave vazhdojnë të ketë një tendencë rritje. Pse ka që vështirë dhe ka që pamundur lufta ndaj këtij fenomeni? Po sepse është fenomen që njësoj si zakoni, është i rrënjosur thellë dhe është i rrënjosur në mënyrë i ka të takulat shumë të shtrira shumë thellë. Unë do thoja që diferenca ka, kur unë kam filluar që të punoj në këtë fushë, llogaritej që diku te 98-99% e pagesave që kryheshin në tregun shqiptar ishin pagesa cash, prej të cilave përdorimi i kartës ishte pra për pagesat, për atë transh shumë të limituar të pagesave me kartë, 95% të tyre ishin tërheqje në ATM. Pra, në momentin që një konsumator, një pagamarrës, merrte pagën në llogarinë bankare, shkonte dhe zbraste llogarinë bankare me njëherë dhe i mbante parat cash për të konsumuar. Që ka qenë realiteti në vitin 2010-2012. Tani ky realitet ka ndryshuar. Sot flasim për diku te 90% të pagesave që kryhen në Shqipëri, pagesa cash, dhe 10% pagesa jo cash. Nuk e kam shifrat sepse këto janë shifra dinamike që ndryshojnë edhe bankat i raportojnë në mënyrë periodike, por mund të them që nga perspektiva ime profesionale edhe pozita që unë kam profesionalisht, më rezulton që ka një reduktim konsiderueshëm të përdorimit të keshit për ato transh që është mësuar që transaktoj me kanale alternative. Po, në fakt, janë duke tendenca, sepse shifrat e tregojnë këtë tendencë. Megjithatë, edhe statistika tjetër që në Shqipëri qarkullojnë rreth 1.4 milion karta bankare, ku sigurisht dominojnë ato të debitit, më së shumti edhe kartat e debitit njerëzit i mbajnë vetëm për llogarinë e tyre të pagës dhe për të kursyer. Nuk është se i përdorin për... Këtë po thoja, do me thënë, ka filluar, kjo dinamik ka filluar gjithashtu të ndryshoj, sepse edhe është ajo historia e pulës me vezën.
sa më shumë tregtar të ketë që ta ofrojnë këtë si mundësi pagese dhe ta ofrojnë si mundësi pagese reale, jo të thonë që ja ku i kam 5 POS-e, po nuk më funksionon asnjëri ose nëse nuk i ke lekët kesh mi sill nesër. Se edhe kjo ka ndryshuar, post pandemis ka ndryshuar, sepse pandemia i futi një çik frikën njerëzve edhe nga kontakti, edhe nga transmetimi i viruseve, kështu që filluan edhe e kuptuan që ajo që kishte në xhep mund të ishte benefike për më shumë se sa për të kapërcyer atë krizën e pandemisë. Kështu që por bëhet fjalë për një transh shumë të kufizuar të konsumatorëve që janë të mësuar dhe që ka besim të plot që të kryejnë transaksione nëpërmjet kanaleve jo kesh. Megjithatë, këto sulmet kibernetike apo teknologjia e ka shtuar një çik pasigurinë për sa i përket përdorimit të këtyre pagesave? Unë mund të them që kartat apo kanalet alternative të pagesave që kalojnë nëpërmjet bankave apo nëpërmjet institucioneve të licencuara nga regulatorët janë shumë më të sigurta se sa keshi. Pra, duke qenë se pjesa më e madhe e transaksioneve kryhen në një, po themi, zinxhir eventesh që secila lë gjurmë në një sistem, në qoftë se diku humbet ajo pagesa, është shumë më e kollajshme për ta gjetur se në qoftë se diku humbet keshi. Kështu që Zonja Feri, unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione dhe uroj dhe shpresoj që sa më shumë iniciativa të tilla për të nxitur pagesat me kartë, por jo vetëm, për të reduktuar atë parat kesh në ekonomi. E shpresojmë të gjithë. Faleminderit. Nderuar miq, ne kemi një shkëputje publicitare, do rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit dhe do të ndryshojmë tërësisht temë.